A keni menduar ndonjëherë se si një akt i thjesht mirësie mund të jehojë në përjetësi? Kjo histori ilustron bukur fuqinë e qëndrueshme të së mirës. Na ishte njëherë një burr që ndihmonte në heshtje një fëmijë të moshuar. Veprat e tij të mira i dinin vetëm ata. Çdo ditë, ajo i linte një copë bukë pranë derës si falënderim të heshtur. Kur ajo ndëroi jetë, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Ajo derë nuk u mbyll kurrë vërtet. Natë pas nate, të tjerë filluan të linin bukë, duke vazhduar ciklin e bujarisë. Kjo histori e bukur na kujton, kur hap një derë mirësie, ajo nuk mbyllet kurrë vërtet. Allahu, në mençurinë e tij të pafundme, e mban atë hapur, duke lejuar që bekimet të rrjedhin dhe të frymëzojnë të tjerë të panumër. Veprat tuaja vetmohuese krijojnë valë që shtrihen shumë përtej asaj që mund të imagjinoni. Le të jetë ky frymëzimi juaj. Kërkoni mundësi për mirësi, duke e ditur se çdo vepër e mirë që mbillni është një farë për një trashëgimi të përjetshme. Ndani këtë mesazh për të inkurajuar të tjerët të hapin dyert e tyre të së mirës sot.